Sot kemi klasën e dytë të shkollës fillore Boshko Strugar, por kësaj herë të një mësuese tjetër, të mësueses Arlinda Dragovoja. Kemi këtu grupin e parë të kësaj klase dhe unë shpresoj që të kënaqem shumë. Xixi, do kënaqen fëmijët kur do vish ti në fund? Xixi po shkon ti mbaroj detyrat sepse nuk i ka mbaruar akoma dhe do kthehet të kënaqet me fëmijët. E dashur mësuese Arlinda, kemi dëshirë të ftojmë nxënësit e klasës tuaj të jenë pjesë e emisionit tonë Xixiland. Me kënaqësi ju presim në studion e emisionit tonë. Me respekt, Xixi dhe Rumisa. Në mbur studie me frumat të fëmijëve dhe ne pa vizituar do fillojmë me prezentimin e tyre. Si quhesh është ti? Aja Krumë. Qa ke vizatu ti sot për ne? One dhe kër vizatua shkollën, fëmit edhe shoqet, edhe shkrojna si shua në shkollë. Bravo, të pëlqen të më shku në shkollë? Pa. A ke përgatit edhe dhe një vjersh? Pa. Unë është më qunë ka, më shikua tja dhe mi thamë vjershen. Filloja. 7 ori, pika, sho, bilule të koshtet tim, këtë me nja 7 ori, vera e ikën proti shtem, ecën për gjefet të rëna, me qantin bi shpin, këtë gazim kanda brenda, klasën e dytë ponis. Bravo, shumë mirë, vazhdo me shoqen. Si që është? Unë quhem Esma Katana. Bravo, që ke përgatiti sot për ne? Vjeshtën. Që ke vizatuar të në përshoj pak vizatimen? Unë kam vizatu një mal dhe një vaj që e ka gjethe në dorë, tura shi, tura erë edhe gjethe tura në tokë. Bravo, shumë bukur, sepse ka është Stina Vjeshtës, është? Pa. Bravo, ke përgatiti në një vjersh? Pa. Unë është më qua dhe mi thanë. Vjeshta ardh, asë më thua, qëfar dhurate më sjell mua, vjeshta qesh dhe më thot, të kam sjell dhurata plot, hapi duar dvogëlush, plot me fruta do t'im bush, moll darë ftojnë dhe rush. Bravo, shumë mirë, cilë është Stina jo të preferuar? Mu përqen pranvera edhe, pak më shumë përqen edhe vjeshta. Shumë mirë, vazhdo me shokon, si që është? Ajhan Lamovic. Qa ke përgaditi sot për ne? Ke përgadit një vizatem, po është afate? Bravo, qa ke vizatu atë? Një blet. E qa bajnë bletat? Qa i bajnë lulleve? Fluturën se dhe më shku ki lullet. Bravo, qa banë kur e marrë diçka pi lulleve, banë? Mjaltin. Bravo, a ju pëlqen juve mjalti? Pa. Shumë mirë, a ke përgadit të një vjersh tjetër? Pa. Mund është më qunë kama o me thanë? Vjeshta artës më fort, qërë vëratë më silë mua, vjeshta qeshë më i fort, se të kam silë vëratë plut, abi duhet vëngëllësht, për me fruta të t'i mbush, mollë da fërftuja rosh. Bravo, Adi u e dhe gjasë e këm njësaj zi. bravo, vazhdo me shokon, malet mikrofonin. Tja, si që është e? Jam në Lazoja. Bravo, sa vjetë që ke? 6 të gjysë. Shumë mirë, atë përqen të me shku në shkollë? 4 më 7. Shumë mirë, bravo, atë përqen të me shku në shkollë? Pa pak. Pak, pëse? Se të lirë më mërzitëm, s'kam që më bo vetë më shkrua gjana. Po, bravo. Edhe bërshëm zhurë. Ja, s'ka lidhja. Shumë mirë, cilë është landa jo të preferuar? Që të pëlqen pak ma shumë? Matematika, gjuhë shqipe, që të pëlqen ma shumë? Pa shkronjat. Me mësu shkronjat, bravo, shumë mirë. A ki përgatitin në një vjersh sot për ne? Pa. Mund është më qunë ka, me shiku kamerën, me thamë vjershën.
O Elberi bukur me të 7 ngjyra, harkun tënd po thur. O Elberi bukur me duke shiur, lart të ngjitëm lart që për te e dua, në zbrigje mbështetën këmbëzat e tua. Bravo, shumë mirë, pëlqen të Elberi? Pa, Cila ngjyra jote e preferuar? abëqila. Bravo, ta ndjevë më duke. Bravo, shumë mirë. Vërdo me shoqen? Si që është? Sjara, Sa vjeç i kete Sjera? 7 vjeçare, Bravo. Në cilën shkollë shkan? Boshkës Strugar. Qa ke përgatitur sot për ne? Unë kam përgatitur një vesht. Bravo, të ke vizatu stinën e vjeshtës, po qa ke vizatu matë? Kam vizatu një shitura. Të ra, edhe aty janë një vajzë, një djalë të kënaqur, ashtu. Cila është stina jote e preferuar? Veshta. Vjeshta, atë pëlqen kur bin gjethat? Shumë mirë, ke përgatitur ndonjë vjersh sot për ne? Pa, Cila është vjersha jote? lumi. Bravo, çojnë kom, shika atje ke kamera dhe thuaj vjershën. Na bën lumi, bo, se zën gjumi, shkon e det për t'u larë, s'ka peshqir për t'u tharë. Bravo, shumë mirë. Vazhdo me shokun. Si quhesh ti? Djerë Bushati. Bravo, qa ke vizatu ti sot atë për ne? Verën. Vera, ty të pëlqen ka vera, është ashtu? Pëlqen mu lanë det. Bravo. A qa janë të bëhet ta fëmijët atë? Janë të lujtë. Janë të lujtë në verë, sepse është diell dhe mundën me dalë jashtë, është ashtu? Pa, A ke përgatitur ndonjë vjersh sot për ne? pa. Mund është mu qunë kam, edhe mi tham vjersh. Gjua jonë sa mirë, sa ëmbël, sa gjërë. Sa mirë, sa drill, sa bukur, sa verë. Bravo, shumë mirë. A ju pëlqen juve gjuha jonë? Pa. Bravo, shumë mirë. Lena mikrofonin atë dhe ne tani do vazhdojmë me ngjitjen e punimeve. Hajdeni. Çka është shoku apo shoqja? Me lujt bashk. Shoku alla shoqja. Luj roqja. Me lujt. Vazhë alla shok. Me lujt. Me lujt bashk. Me lujt. Shoqja. Shok të shokqet. Për me lujt. Janë shok të shoqet si luj me mu. E me lujt bashk. Me lujt. Me lujt. E shokja, shoqja është jonë fmi. Shoka, shoqja. Çka bën ti me shokë e shoqja? Lumë bashk. Me lujt edhe me mësu. Shoqja dhe shak. Shak. A kam. Po kush i shoku jat? Ati. Kush i shoku apo shoqja jote më e mirë? Amena edhe Arti. Në Tirara. E kam. Nadi. Kam Lionën edhe rinin tonë kam. Linditën. Çka i shkolla? Me lull me shokë e shoqja. Shkolla e si mësum. Me mësu. Didilonja.
Nëse je vjesh. Çka i shkolla? Mësu. Po çka mëson në shkollë? Sar. Shkoj shkollë. Po çka bën ti në shkollë? Luis. Më mësu. Shkolla është për me mësu. Çfarë tjetër bëjmë në shkollë? Me lujt e me mësu. Me mësu. Shkolla është me bë gjëra të bukura, me vizatu, me lujt, me gjetë shoqe. Shkolla është me mësu. Shkolla është me mësu. Tjetër? Edhe me rujt, me lujt, edhe me mësu. Shkolla për me mësu. Me tutujut. Shkolla është që me mësu. Po çka ke qef ti me mësu? Kam qef vjeshten. Me shku në shkollë. Me shokë edhe me shoqe. Shkolla është me shku me mësu. A ke dëshirë ti me shku shkollë? Pa. Çka janë lodrat? Me lujt. Lodrat me lujt. Me lujt. Lodrat janë me lujt. Çka janë lodrat? Me lujt. Me lujt. Roqe. Me lujt. Roqe. Lodra janë roqe. Janë me lujt. Lodra janë me lujt. Me lujt me lodra. Lodrat roqet. Lodrat me lidh. Lodra janë me lujt. Lodrat janë me lujt me shoqe shoqe. Cila është lodra jote e preferuar? Kur arvi i shtëpi? Një sërës. A kam. Një mamon. Çka preferon ti të luash më shumë? Me kocka. Çka është një dermatolog? Një dermatolog është një mjek që kujdeset për lëkurën, flokët dhe thonjtë e njerëzve. Nëse dikush ka ndonjë skuqje, puçra, kruarje apo ndonjë plagë në lëkurë, ai ose ajo shkon te dermatologu për ndihmë. Çfarë bën një dermatolog? Shikon lëkurën për të parë çfarë problemi ka. Jep kremra, barna ose këshilla për ta përmirësuar lëkurën. Ndonjëherë përdor pajisje special, ata na tregojnë si të ruhemi nga dielli dhe si të pastrojmë lëkurën çdo ditë. Ndërrit me në rubrikën Profesioni jem. Sot në studio kemi një dermatologa. Fëmi, a dini ju çfarë është të jesh një dermatologa? Do të thot një doktoresh për likur. Sot me në një studio është dermatologja Nora Tafica. Përshëndetje dhe mirë se na keni ardhur. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Njëherë do filloj me pyetjet e fëmijëve. Do fillosh ti pari? Cila është pyetja jote? Është nësh të fëmit, si doktor. Po, patjetër, na shohim të tanë moshat, si pleq, si pak më të vjetër, si matri edhe fëmijët. Gjitha moshat i shohim edhe i shërojmë. Shumë mirë, cila është pyetja jote? Është nash lëkurat. Po, profesioni im ka të bëjë pikërisht me lëkurën. Shohim flok, shohim lëkurën, shohim thonjë, krejt çka shef me sy, na i shohim, i kontrollojmë. Cila është pyetja jote? Është mirë me lloj diell për lëkurë. O, sa pyetje e bukur. Bravo. Jo, nuk është mirë me qëndru për kohë gjatë në diell, se dielli e djeg lëkurën. Edhe kur djeget lëkura, më vonë irritohet, bjen, që do të thotë dëmtohet. Sa më pak ta dëmtojmë lëkurën, aq më mirë është. Si?
Mundet edhe më vjell puna diellit. Bravo, shumë mirë, se kur rrin kohë gjatë në diell, dielli mund të ranë krye dhe fillojnë të vjellnat, fillojnë të mbullimet. Ashtu është në dielli shiket, më ka bërë një zi dielli. Bravo, qa du të me bërë këtë rast, duhet me përdor krem mbrojtës, më mbrojt për diellit, me qëndrun hije, mas me nejnë kohën e pikut verës që është prind 10 deri në 4, mas me qëndrun diell. Bravo, jeni shumë të zgjuar. A leheni ju me krem për diell? Ole një herë. Vetëm një herë ditë? Po. Asnjëherë nuk lyesh? Duhet më lyj çdo 2 sahat nëse rrini në diell. Do të thonë para se dini për shtëpi gjys sahatet, edhe më vonë çdo 2 sahat nëse jeni të lujt në plazh ose jashtë në borr. Mirë. Nuk shkan heq? Vazhdoj me pyetjet e fëmijëve tjerë, ne pja hani mikrofonin shokot. Të shumë të më shumë. Cila është pyetja jote? A mundet më shënosh likurat? Po, më pyetje edhe shoqja jote, mundin e mishnosh likurën, pa tjetër ka smundjet ndryshme, disa shnoshen ma kallaj, disa pak ma zor, për të tana smundjet na i shofim, i diagnostikojmë, që do me thënë me diagnostiku, mbi vu emrin qa lloj smundje është, në mund cakton mjekimin edhe shpresojmë që çrohet. Shumë mirë, vazhdo me shoqen. Cila është pyetja jote? Që është kanë në tavolinë? Mera? Mera dhe telefonin. Bravo. Ky është dermatoskopi që na Mund është muj. Po. Hajde jam pak këtu. Po. Hajde ekranën tu ta shohim. Bravo. Ky është dermatoskop që na zmadhojmë nishanet apo elemente që kena tjera në lëkurë, duke i pa me 10 fish ose 20 fish më të mëdhaja, për me përcaktun që ose atë janë normal, ose kanë diçka keqe. Hajde ta shohim. Të bëhet se e thëmë. është kjo vjetë e shëses. Ja, kjo nuk ka asnjë gjë, këtu mundet se e gërvisht, pak nuk ka asnjë problem. Shumë mirë, a kuptuar që është kjo? Pa. Bravo, vazhdoj me pyetjen e shokut. Për me shiku likurin më mirë. Bravo. Sa ditë e dash me shku shkollë, Shumë vite. mu bëjë me do. Faleminderit për pyetjen. Edhe pse je bë? Një herë kam shku shkollë si jo, kam marrë 8 vjet shkollë, më vonë kam shku në gjimnaz 4 vjet, më vonë kam shku fakultet mjekësisë 6 vjet, më vonë 4 vjet specializim. A mundeni mi llogarit? Matematik 8 plus 4 plus 6 plus 4. Sa janë? Sa vite shkollë? Kështu që shumë. Pse jam bëm, kam qenë nxënëse shumë e mirë, edhe më ka pëlqyer me mësu shumë. Edhe më kanë interesu shumë gjanat të reja, me mësu sa ma shumë, e mjekësia ka tanë kohën me mësu gjanat të reja. Edhe për atë punë jam fut, edhe qa ish ma bukra, me shnosh njerëzit. A i gjatë bukur aja. Po. A do ndikush nga jo më bë mjek? A keni dëshirë? Asnjë? Unë kam qenë doktor. Ti ke qenë? Ka. Aha. Shumë mirë. Doktor pa kletë. Pyetjet, a i keni mbaruar pyetjet? Pa. Shumë mirë, pyetje kam edhe unë zakonisht, por kësaj herë më parë kisha pas dëshirë të dija një këshill se si lëkura jonë mund të jetë më e mirë. Patjetër, faleminderit për pyetjen. Fëmijët, flasim për fëmijët, besoj. Gjëja më e rëndësishme është që lëkura të hidratohet, se ndonjëherë kanë këto tiparet për që të kenë tharje të lëkurës, dhe për këtë arsye çdo herë që ne bëjmë dush, që lahemi, është mirë që të vendosim kremin e hidratimit. Kjo është e para, dhe e dyta e që thash, që të mbrohemi sa më gjatë, sa më mirë nga dielli, në mënyrë që kur të rriten atë që t'jena të mëdhej, mos kemi rrudha, mos kemi shenja lëkur, dhe më e keqja mos kemi ato smundje tek këqija që mund të na paraqiten për shkak të diellit. Faleminderit shumë. Shpresoj që edhe fëmijët i kanë shprehje të kuriozitetat dhe sa do pak kanë marrë inspirim që edhe aty ndoshta kur të rriten të ndryshojnë mendja dhe të marrin këtë profesion. Uroj dhe unë dhe uroj shumë sukses në rrugtimin e secilit prej tyre dhe në ty në veçantë. Faleminderit shumë. Shpresoj që shikues të dashur, tani do të keni edhe ju një lëkurë më të mirë nga këshillat edhe më të logës që kemi pas në sot në studio. Dhe tani vazhdojmë me rubrikat e radhës.
Lajmet po fillojnë. A keni vrejt? Mos humbisni gjë, eja një shpejt. Pakuja nga të muja fluturoj si erë, me plot surpriza e plot mister. Ndiqni lajmin. Para një jave, Xixi porositi në Temu një tapet të kuq nga puzllat. Mirë po, ai priti se do të vonoj porosia. Pa prit mars, erdhi një paku në derë. Xixi nuk dinte çka ishte. Kur e hapi, u gëzua pa mas. Ishte pakuja nga Temuja me tapetin e kuq. Xixi filloi të rregullonte, por si duket duhet pak kohë. Xixi gaboj, prindi e qortoj. Por në fund, mësimin e kuptoj. Ndjekim lajmin. Xixi një ditë pa një vejp. Ai, nga kurioziteti, dëshiroi ta shihte çfarë arome ka dhe pse e dinte që ishte gabim. E kapi dhe aprovoi. Megjithatë, edhe pse askush se pa, ai vet i tregoi babait sepse nuk ka dëshirë të mbajë sekrete me prindërit. Babi e qortoi dhe Xixi premtoi që nuk do ta përsëriste më. Xixi s'di ç'të mendoj. Apo vjen kjo vera vogël apo jo. Ndjekim motin. Edhe pse plakat akoma vazhdojnë të thonë që vera e vogël do të filloj, meteorologët nuk paralajmërojnë. Mbetet të shohim këtë javë kush ka dijenime të mëdha, plakat apo meteorologët. Kjo ka qenë mjaft nga unë. Tash unë ju laj juve me rumejshën e me emisionin Xixiland. Bëritme dhe në rubrikën Xixi gabon, Xixi mëson. A keni qef ju fëmijë me pas se qa ka gabu Xixi edhe si ka përmirësu Xixi gabimet? Bravo, pra vazhdojmë dhe ndjekim videon. Tani e pam videon dhe do të komentojmë një herën, vazhdojmë me shokun. Qa ki parti, qa ka gabu Xixi dhe se e ka përmirësu Xixi gabimin e tij? Ka shku në për 2 shkolla. Bravo, e pse s'bën më shka për 2 shkolla? Se duhet vero. Bravo. Unë shka përcej ka 2-3. Po s'bën ashtu se din më rëzu. Përcej ka 5. Ja, s'bën ashtu. Ka 12 shkolla shka përcej kur ka shkolla. Bravo. Di me shka përcej 12 shkolla. E se ka përmirësu Xixi gabimin? Pse ka shku më vonë për 1 shkollë. Bravo, vazhdo me shokun, një pje shokut mikrofonin. Qa ki kuptu ti, qa ka bua Xixi? A i ka shka përcy për 2 shkolla. Bravo, bëna e gjamu ba? Ja, Pse? sa vritat. E si do të mi përmirësu gabimin? Ashtu si ka një shkollë. Bravo, shumë mirë. Besoj që ju nuk i bani më ato gabime, Unë i baj. Po do është mi përmirësu, njësej që Xixi se i përmirësen gabimet, edhe të do është mi përmirësu. Bravo. Se i baj, gjithmonë. Ma par, kopin për diçka më sonin e këtej. Bravo. Tani vazhdojmë dhe ndjekim edhe videon e dytë.
bring it back. Ndjekëm edhe videon e dytë dhe tani përsëri jemi rikthyer në studio për ta komentuar. Çka ke kuptuar te çka ka bërë Zizi? Zizi ka gabu si gabu çantën krysen, I lagën librat. Bravo, ç'është darë Zizi me bë? Është më këfën shpinë me marrë çantën. Bravo, në videon e dytë a ka përmirësuar I gabimin? Pa. Bravo, shumë mirë, vazhdo më nepja mikrofonin shokot. Shokot? Qa ke kuptu te? Qa ka bërë Zizi? E ka di si ka qetur rashi, Bravo. edhe ka pëtu me marrë çantër, e ka bërë çantën edhe ka fut kry. Bravo, shumë mirë, ç'është dash me bë? Ishtë dash më fyt mren e me marrë çantër, se mu lakeve librat. Shumë mirë. Tani kemi bërritur edhe tek rubrika Mësojmë Anglesht, kështu që ne kemi të dy vajzat e bukura të na komentojnë këto dy video në gjuhën angleze. Vajza parë do na komentoj videon e parë, kurse vajza dytë do na komentoj videon e dytë. What did Zizi do? Zizi just skipped one stair, and what he had to do was go one by one to the stairs. Excellent. Ne pjo shoqes mikrofonin. And in the second video, what did Zizi do? She got an umbrella and go with the umbrella to school. Yes, that was the second part of the video when he fixed his mistake. And what was his mistake, like in the first part of the video? She forgot the umbrella. Very good. Kështu që këto fëmijë dinë edhe shumë mirë edhe gjuhën angleze, dhe tani ne do vazhdojmë me rubrikën e radhës. E ndjekim. Mbërritme edhe të rubrika prallës. A ju pëlqejnë juve prallat? Pa. A ju lexojnë ka njerë pralla mësuesat ose dikush? Pa. Shumë mirë. Cila është pralla juaj e preferuart? Shikuqi. Kësëllkuqja? Pinokio, bravo. Do ma thënë? është Zizi. Bravo, te edhe në Zizin shumë. Oke, unë sot kam përzgjedhur një prallë nga libra që kanë shkruar vëllezërit Grimm. Ato kanë shkruar Borëbardhën, kanë shkruar tregime të ndryshme, por unë sot për ju kam përzgjedhur një tregim që quhet Zogu I Art. A keni ndëgjuar ju ndonjëherë këtë tregim? Jo. Okej, do me thanë sot unë kam ju lexu për ju, edhe ma vonë do me ju veda pyetje me pas se sa keni qenë vëmendshëm, edhe ma vonë kush vjen? Zizi. Vjen Zizi. Por njëherë ne duan mi lexu prallën dhe mu përgjigj pyetjeve saktë, është ashtu? Pa. Bravo. Zogu I Art. Në një vend të largët të lindjes, jetonte një bret që ruante me krenari një pemë të veçantë, e cila I jepte molla të arta. Ishte tema e tij e parapëlqyer. Prandaj, për të kujdes, një fshatar I përkushtuar. Një ditë, fshatari u paraqit te mbreti shumë I friksuar dhe I tha: "Madhëria juaj, mbrëm kanë vjedhur një mollë nga pema.
do t'i kërkoj djalit të madh të bëj roj sonte, në rast se hajduti vjen përsëri. Dhe ashtu veproj, por një mull tjetër e art u vodh sërisht, dhe kështu vazhdoi çdo natë. Djali i madh i kujdestarit, si edhe djali i dytë që u caktua roj pas tij, duke mos i bërë dot ball gjumit, çdo mëngjes zgjohej duke zbatuar se në pemë e mrekullueshme mungonte një moll e artë. Radha për të bërë roj i erdhi edhe djalit të vogël të fshatarit. Rioshi, i vendosur për të kapur hajdutin e mollëve, zbuloi se një zog i artë i këpuste mollët dhe i merrte me vejdi. Djaloshi mori shenjë mirë dhe shigjet dhe i gjuajti, por nga goditja, zogut i këput vetëm një pend. Penda ishte prej floriri, prandaj mbreti u i drejtua fshatarit dhe i tha: "Nëse dëshiron që të falë për kujdesin tënd, duhesh të më sjellësh zogun e artë." Fshatari dërgoi djalin e madh në kërkim të zogut. Gjatë rrugës, Rioshi u ndesh me një dhelpër, e cila duke parë se po e vinte një shenjestër, i tha: "Po nuk më qëllove, do të jap një këshill. Kur të mbërresh në fshat, do të shohësh dy bujtina, njëra e rehatshme dhe njëra e këndshme, ndërsa tjetra e rënuar dhe e trisht. Strehohu tek e dyta, dhe nëse nuk është e këndshme për ty, unë e di përse, po të tham." Por Rioshi nuk ja vuri veshin dhe qëlloi drejt kafshës, duke detyruar që t'i mbathte në pyll. Kur mbërrejti në fshat, Rioshi u strehua në bujtinën më të mirë, duke mos ia dhënë veshin këshillës së dhelprës. Aty e harroi krejtësisht qëllimin e udhëtimit dhe zogun e artë që kërkonte. Menjëherë, djali i dytë i fshatarit shkoi ta kërkonte, por i ndodhi e njëjta gjë si vëllait e tij, dhe po njësoj si ai, qëndroi në bujtinën më të mirë. Me që asnjëri nga vëllezërit nuk po kthehej, u detyrua vëllai i vogël që të shkonte në kërkim të zogut të artë. Kur u ndesh me dhelprën, ai nuk e qelloi dhe dhelpra i tha: "Hip mbi bishtin tim dhe do të shpije në qytet." Dhelpra me Rioshin mbi vete, dukej sikur fluturonte, dhe kur mbërritën, e la në bujtinën e pakëndshme dhe i tha: "Nëse do të shkosh te kalaja e zezë dhe do të shohësh që të gjithë shërbëtorët do të jenë në gjumë, mbi një tavolinë të vogël ndodhet zogu i artë, brenda një kafazi prej druri dhe pranë tij është një kafaz i artë. Nxjerrë jashtë zogën, por mos guxo t'ia ndorosh kafazin, sepse do të pendohesh më vonë." Rioshi premtoi se do të ndiste udhëzimin. Por, kur pa kafazin e artë, nuk i bëri dot ball tundimit dhe u përpoq të rrëmbente. Atëherë, zogu i artë klithi, ndërsa zogu i shërbëtorit, të cilën e quante riun rob, tek i zoti i kështjellës. "Nesër do të varesh," i tha ai, "nëse nuk më sjell kalin që vrapon me shpejtësinë e erës." I riu i nis, i pashpres, sepse nuk dinte ku ta kërkonte, por sërish i doli përpara dhelpra, e cila i tha: "Në pallatin e bardhë do të gjesh të gjithë në gjumë dhe do të shohësh kalin që kërkon. Ai do të ketë 2 shalë, një të re dhe një të vjetër. Ti zgjedh të vjetrën dhe do të shohësh çfarë të pret." Por djaloshi u tundua dhe zgjodhi shallën e re. Por kur i hipi kalit, ky i fundi hingëlliu derisa i zgjoi të gjithë njerëzit, të cilët e morën djalin dhe e çuan përpara të zotit të pallatit. "Do të pres kokën," i tha ai,
nëse nuk më sjell vajzën e mbretit. Kur po dilte nga pallati, Rioshi takoi sërish dhelprën dhe ajo i tha: "Në mesnat, princesha bën banjë. Puthi dorën dhe ajo do të ndjek ku të duash, por mos e lejo t'i thot lëm të mirë prindërve të saj." Rioshi këtë herë i ndoqi udhëzimet e dhelprës fije e përpë dhe kështu mundi të merrte princeshën. Kur i pa dhelpra u tha: "Shumë mirë, tani nëse më bindash, do të kesh princeshën, kalin dhe zogun. Si, kur të mbërrish përpara zotërisë së pallatit të bardhë, në këmbim të princeshës do të kërkosh kalin dhe kur të jesh mbi kal, hipe dhe princeshën. Dhe mbathja pa mundur të arrijë ndokush. Kur të mbërrej në kështjellën e zezë, do të hysh vetëm ti me kalin dhe do të thuash se dëshiron të shikosh zogun nga afër për të vërtetuar nëse është i vërtet. Kur ta kesh në dorë, dil duke vrapuar dhe bashko me ne. Gjithçka shkoi me sukses dhe heroi ynë Riosh u kthye në pallatin e mbretit. I tha atij zogun e artë dhe kështu shpëtoi të atit. Pastaj u martua me princeshën dhe kur mbreti vdiq, me që nuk kishte fëmijë, i la trashëgim mbretërinë. A ju ka pëlqyer Pyralla? Tani, unë do t'i vendos disa pyetje dhe të shohim a më keni ndëgjuar. Tani do vazhdojmë me pyetjet. Pyetja e parë ishte: çfarë kërkoi djaloshi të parë? Kush e den? Zogun e artë, shumë mirë. Po, çfarë kërkoi të dytën? Kalin, shumë mirë. Po të tretën, çfarë kërkoi? Kërkoi princeshën. Por, kush i gjeti këto të trijat? Djali i vogël apo djali i madh? Djali i vogël. Sepse, shumë mirë, sepse ato dy të parët nuk kanë dëgjuar dhelprën dhe kështu nuk i gjetën asnjërin. Por Rioshi e ndëgjoi dhelprën dhe në fund, çfarë bëri ai? Me kë u martua? Me kë u martua? Me princeshën. Bravo, ai u martua me princeshën dhe kur vdiq i ati i tij, çfarë bëri? Ai e marri të gjithë pasurinë kur i ka vdek i ati. Shumë mirë, domethënë ju keni kuptuar këtë Pyrallë, është? Se e pati edhe një herë djaloshi emrin? Riosh, bravo, shumë mirë. Tani, kush vjen tani? Tani vjen djali. Zizi. Si e thrasim në Zizin? Zizi të lutem, Zizi të lutem, Zizi të lutem, Zizi të lutem. Çolini në këmbë dhe përqafoni Zizin, por rrini këtu. Erdhi fundi edhe këtij emisioni, ku ne patëm studion me fëmijë të mrekullueshëm. A jeni kënaqur me Zizin? Bravo! Tani ne do vazhdojmë akoma të kënaqemi me Zizin dhe juve ju themi mirupafshim nga misioni jon Ziziland. Na ndiqni çdo të shtunë, sepse ne ju presim me fëmijë të ri dhe yje të reja. Mirupafshim! Mirupafshim!